ndryshe katastrofa na pret, ndryshe sultanatet na pret, dini shumë të qartë për të gjë. Ndryshe ardhme janë te sultanët. Unë e di që ajo ndodhi, por të mobilizohemi këto ditë, totalisht të gjithë. Të mobilizohemi ato ditë së bashku, fitoren dhe lindjen e krimin e qeverisë Berisha për ndryshimin e Shqipërisë. Faleminderit të gjithëve. Ήρθαν εδώ οι άλλοι να μας παρουσιάσουν έναν κλόνο υποψήφιο Ζουρία με αυτόν από τη Ζαγορία. Υπάρχει όμως η διαφορά, η μεγάλη μες στη διανόηση. Ως το integriteti... Për ta vazhduar të kujtojmë ju punon. Ju punon mbase më mirë se neve. Prandaj edhe kujdesen për fasadat. Ku ka? Dhe ju gënjejnë për ditë, sepse thoni dëm, thoni dhe tjerëve mos ta çojnë dëm. Vota për Partinë Socialiste është votë për mjerimin. Shkuptim ka që gjykata administrative të jetë lushje. Se ju keni shëtitur dhe keni dalë në Greqi, po kilometri rrugës Greqi për 5 milion euro afërsisht. Në Shqipëri, dhe kjo do të ndikojë që Shqipëria të dalë nga varfëria. E dyta që është shumë e rëndësishme që tiku a kthesh mbrapsht. Në qoftë se me paratë e shqiptarëve ti nuk lan makinën, kjo është paketë e mbyllur. Berisha bëri dhe sfidën për shqiptarët dhe më provoni 100 ditë. Me 10.000 euro në muaj, keni parë besojnë të vitë formuar. Vetëm për të larë makinën. Në qoftë nuk bëhet kapitalizmi, nuk bëhet me ignoranca, bëhet me vetdije. Është plan për ta shpopulluar Shqipërinë. Në mënyrë që së paku të dalim nga varfëria dhe kjo do të ndodhi brenda 100 ditëve. Kjo është paketë e mbyllur. Berisha bëri dhe sfidën për shqiptarët dhe më provoni 100 ditë. Tiku a kthesh mbrapsht. Në qoftë se me paratë e shqiptarëve ti nuk lan makinën. Të dashur miq, ju jeni padyshim këtu simboli i një lidhje të dy fisht. Ju paraqisin vlerat e dy kulturave që janë shumë afër nesh. Ju jeni një urë lidhëse midis nesh dhe Greqisë mike, partnerë strategjik. Ju jeni padyshim një pjesë shumë e çmuar e Shqipërisë, e cila në këto vite është e vendosur dhe do të jetë vendosur gjithmonë të mbështesë minoritetet, të zbatoj totalisht kartën e Këshillit të Evropës, sepse ndryshe pastaj ne do dëmtonim veten tonë, do dëmtonim rrugën tonë europiane. Pra, në tërësinë e tij, ju jeni mjaft të rëndësishëm dhe duheni trajtuar në këtë mënyrë nga qeveritë, nga shteti, nga institucionet. Pandemiu tha, nga sa kuptova unë, që këtu është braktisur nga institucionet Dropulli Derviçani. Nuk është braktisur vetëm Dropulli Derviçani. Është braktisur gjithë Gjirokastra. Ju shikoni, sot për një dokument, për një certifikat, duhet shkoni o në Fier, o në Vlorë, o në Lushje, o hapa dhe në Durrës. Sepse këta, ky sekti rilindjes, që është një sekti vërtet, kërkon ta zhveshi, ta zhbëj Gjirokastrën. Pjesët shmuar e cilës jeni dhe ju, sepse i trëm pikrisht kultura e Gjirokastrës, bashkëtesa e kulturave në Gjirokastër, i vlerat e këtij qarku dhe këtyre njerëzve, të cilat si ju kryesisht nuk mund ta suportoni dot diktaturën, nuk mund të suportoni dot autokracinë dhe absolutisht keni luftuar dhe keni qenë gjithmonë për demokracinë, që në momente para të lindjes së lëvizjes demokratike shqiptare. Por, fatkeqësisht, në këto vite, që nga viti 12, 13 dhe deri më sot, kjo pjesë është lënë e abandonuar, jo vetëm nga mungesa e institucioneve, strukturave, por që në abandonuar në tërësi. Ku që janë ndërtimet në infrastrukturë të realizuar në do vite? A mund në thot dikush? Që është bërë në Dropullin e sipërm? Që është bërë me ujin? Ku janë parat? Ku kanë shkuar? Pa dyshim, edhe ato pak para që kanë qenë, janë grabitur, janë futur në xhepat e lubive, janë futur në xhepat e atyre cilët përdorin pushtetin për influenca politike apo për interesa personale.
Ju keni një miko këtu në të qark, një klubi, Lubia Kumbaro, e cila realisht është një nga shkaqet e shkatrime, po jo, vetëm ajo është një ushtare bindur i lubive në Tiranë, duke ndjekur pa atë politik, po atë vizion që kanë ata për të mbajtur njerëzit të varfër, të shtypur, për t'i lënë njerëzit pa dinjitet. Unë ju pyes diçka, ku i zgjidhni ju probleme shëndetësore? I zgjidhni në Gjirokastër, në Qark, këtu, apo i zgjidhni diku tjetër? I zgjidhni Janin, po. Dhe ky është një dëshmi e qartë e kolapsit të plot të sistemit shëndetësor shqiptar, i cili është një nga sistemet më të rëndësishme në një vend demokratik. Ta erdhën këtu dhe thanë, shëndetësia falas. Sot mos kishit Janinin ju, tu do mbizotronte parulla o paguaj of this. Pra, shikoni ku është ka të ndisur. Shikoni ku ka ikur edhe kjo pjesë e vlefshme, shumë e rëndësishme këtij vendi. Lidhet kjo, unë do thoja, me dy element. Lidhet kjo me përbuzjen që ka Rama dhe lubia e tij këtu në qark për njerëzit, për civilizimin, për atë që i konsideron qytetarë si bujk rrobër për t'i shkelur me këmbë dhe për t'i mbajtur të nështruar. Po lidhet edhe me diçka tjetër. Me urrejtjen që ka Rama për Greqinë. E theksoj, me urrejtjen që ka Rama për Greqinë. Se Rama urren kulturën, urren vlerat demokratike, urren zhvillimin, siç ka Greqia. Urren pikërisht këto gjëra. Sytë e tij në lindje, nuk janë perëndim. Ju e shikoni. Modeli i tij janë sultanët e lindjes. Atë kërkon të implementohet dhe të bëj këtu. Po, sultanët e lindjes janë. Ju shikoni. Ai kërkon të ndërtojë një sultanat. Dhe ju s'mund ta pranoni këtë gjë. Greqia mike që rafonesh s'mund ta pranoj këtë gjë. Italia s'mund ta pranoj këtë gjë. Pra, Rama i shikon me urrejtje të gjitha ata që kanë lidhje të veçanta me partnerët tanë të rëndësishëm demokratik. Dhe kjo është. Shikoni diçka tjetër. Unë jam sot këtu me dy nga kandidatët tanë. Me zotin Risani e me zotin Hysa. Personalitete në fushat e tyre. Krahasoni këta me tërmetet e korrupsionit dhe të ignorancës. Krahasoni pak. Krahasoni me ata që kanë dalë në të shtatën me maska këtu. Afër jush, ja di dasho ku është. Kjo është thot, jo thot. Kjo është përballur me ta. Krahasoni pak me ata, të cilët i rrëmbenin grave edhe i gjerdanit nga qafa dhe i kërcënonin t'i vrisnin. Pikrisht. Krahasoni pak. Shikoni pak. Ata. Ju, te juve, edhe një nga bit më të mirë tuaj, Spirokserën, e persekutuan. Pse e persekutuan? Sepse kishin frikë nga inteligjenca ti, nga kuraja e ti, nga shpirti demokratik i ti, që shprejt ai në emrin tuaj të gjithëve, nga influenca që ka pas këtu. Kishin frikë të madhe. Dhe prandaj kërkuan ta persekutojnë. Por ama koha po kalon, tiktaku ka rënë. Tiktaku ka rënë tashmë. Pas pak ditësh, ne kemi ndryshimin e madh. Nuk mundet të ndodhi ndryshe. Ne jemi drejt fitores. Ne jemi në fitore. Dhe dropulli do jetë në fitore. Dhe pasaj të gjithë bashkë do vazhdojmë të rivendosim ekuilibrat, të dalim nga kjo situatë e rëndë, katastrofale që është tu, ku ju jetoni me pensionit që ju vinë nga Greqia, dhe jo me pensionit i vendi ku keni punuar. Ku ju mjekoni në Greqi dhe jo në spitalit i vendi për cilën keni kontribuar. Pra, do ndryshojnë gjërat. Mas 3-4 ditësh, ditën e dielën do të kemi votimet. Ajo që unë dua të theksoj është që vota është shumë e rëndësishme. Është aq e rëndësishme sa që me votën tuaj ju keni mundësi të ndikoni ke pushteti. Problemi është që keni këtë mundësi një herë në 4 vjet. Dhe nëse e shpërdoroni për 4 vjet do vilni frytet e votës. Dhe ajo që po shohim to 12 vjet në Shqipëri është një gjendje që shkon për ditë më keq. Isha sot në një takim në Vrisera dhe më ngelin mendje 2 intelektual në moshë të tretë, Eleni dhe Nikola mos gaboj. Të dy ata ishin kujdesur për shkollën e Vriseras, një shkollë e cila sot është pa kuptim sepse nuk është më shkollë, se nuk ka më fëmijë që të mësojnë aty. Por ata kishin ngritur 2 klasa, një klasë biologjie dhe një klasë gjeografie, i kishin pajisur me tavolinat, me
hartat, me kafshët e imituara, me karriget, me të gjitha. Edhe i pyeta, i thash, po ç'ne pse? Po tha, mbasi një ditë prap do ketë shkollë në fshatin tonë. Dhe si duket ajo shpresë e tyre i kishte bërë që të krijonin atë ambient aq të mirë dhe të bukur në një vend që s'kishte shkollë praktikisht. Ndërkohë që në të gjitha fshatrat e tjera që kalova për 3 gjëra kryesore mua ankuan. Më thanë kemi rrugën e prishur, s'kemi ujë dhe s'kemi drita. Dhe është të mërshme që në këto vite të qajmi akoma për ujë dhe për drita dhe për rrugë të paasfaltuara. Por, ama gjendja është akoma dhe më e keqe, sepse po ta krahasoj me fshatrat e zagorisë time për shembull, janë dhe më të varfër akoma. Gjendja ekonomike është dhe shumë më keq. Përballë tashmë kemi këta 2 figura, liderat e partive reciproke, Ramën dhe Berishën. Do shkojmë të votojmë dhe do të zgjedhim, përveç atyre dhe emrat tanë si kandidat. Por do të zgjedhim, këtë do të zgjedhim. Në një krah ke këtë që ju ka lënë pa rrugë, pa drita, pa ujë, të varfër, që po e shpopullon Shqipërinë, se dhe këtë duhet ta theksoj. Në çdo vend që kanë vajtur vetëm moshë të tretë. S'ka morinin këtë vend. Në çdo vend, ja dhe këtu sot. Pak. Është një gjendje katastrofale e shpopullimit të Shqipërisë. Dhe përballë ke njëri që të vjen për zgjedhje dhe të thotë, më voto mua, thotë se unë kam nocrokun, voto mua se ju jeni çyrikun, voto mua se unë kam fotografi nudo. Kjo është oferta për shqiptarët gjatë kësaj kohe. Në ana tjetër, kemi Partinë Demokratike e cila ofrohet ke njerëzit me një program të plot. 3 pika kryesore që ti mani mend dhe ti dini, sepse unë pretendoj dhe do të doja që në rast se ne nuk i bëjmë ato, ju të mos na votoni kundra. Po unë jam i bindur që ne do t'i bëjmë ato që premtojmë.